Organizata Qendra Kreative në Cërmjan në bashkëpunim me nxënësit e shkollës së mesme Hajdardushi hapën ekspozitën sensibilizuese për luftën kundër dhunës dhe sëmundjes së HIV/AIDS-it. Me këtë rast u tha se qëllimi i një aktiviteti të tillë është që të rinjtë të vetëdijsohen për këto dukuri shqetësuese, të cilat janë prezente në shoqërinë tonë. Për këto tema, kryesisht ka qenë kurreshja shumë e madhe dhe punimet kanë qenë mjaft të mëdha nga këta nxënës të qendrës kreative, kështu që i kemi mirëprit punën e tyre për këtë ekspozitë. Interesimi i nxënësve për të parë nga afër këtë ekspozitë ishte i madh. Ata u shprehën se sensibilizimi i popullatës për dhunën dhe HIV/AIDS-in duhet të shkojë përtej këtij aktiviteti simbolik. Mendoj që duhet me pas diçka më shumë se ekspozita, disa gjëra tjera më sensibilizuese që i tregojnë më shumë të rive dhe të reja. Në punimin tim bën pjesë mënyra se ç'është duhet me bëni test, edhe është viti i shfaqjes së SIDA-s, që është viti 1981, për mënyrën se si shfaqen sëmundjet, cilat janë simptomat e saj, është kundër dhunës, si të mbrojemi kundër dhunës. Prezent në këtë aktivitet ishin edhe nxënësit e shkollës së mesme Hajdardushi në Gjakovë. Përndryshe, sipas koordinatorit të këtij projekti, ekspozita do të qëndrojë e hapur për një kohë të pacaktuar.